2 persona humbën jetën dhe 19 të tjerë u plagosën, 2 prej cilëve në gjendje kritike pasi një anije stërvitore e marinës meksikane u përplas në urën e Brooklynit në New York City, tha në mëngjes kryebashkiaku Eric Adams. Adams tha në X që 3 nga direkët e anijës u dëmtuan kur anija goditi urën për shkak të një defekti mekanik, raporton NBC. Zhyësit po hetojnë zonën rreth urës, sipas paraprake thanë më parë 3 burime policore. Komisioneri i transportit të qytetit të New Yorkut, Yadanis Rodriguez, tha se kreu i departamentit të urës ishte në vend ngjarje dhe një vlerësim paraprak arriti në përfundim se nuk kishte shenja të dëmeve të mëdha. Adam tha se ura është e hapur për trafik. Anija me 277 persona në bord u nis për në Island.